Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë dy histori, dy persona që kanë humbur në kohë dhe në vende të ndryshme, dy familje që kanë trokitur në ambientet e Report TV dhe kërkojnë ndihmën e ekranit ton me shpresën për të mësuar për fatin e tyre. Bëhet fjalë për një të ri nga Elbasani me emrin Robert Hoxha, dashurmiq, i cili fatkeqësisht humbi kontaktet me familjen e tij nga Greqia. Dhe regjia na ndihmoi me foton dhe pasaportën e Robert Hoxhës, një 15 vjeçar i cili u largua në Greqi në vitin 1995 dhe pas 7 muajve, le të themi, deri në fillim të vitit 1996, ai mbajti kontakte të rregullta me familjen, por pas 7 muajve humbi çdo lloj kontakti me ta dhe më pas nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e atij të riu në Greqi. Kanë kaluar shumë vite, nuk janë pak, janë 31 vite që familja e tij është ende në kërkim. Por ditën e sotme ne do të flasim dhe për një tjetër humbje, për një 32 vjeçar, një të ri nga Hasi, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 12 tetor të vitit 2016 dhe bëhet fjalë për Astrid Temaj. Regjia na ndihmoi dhe me pasaportën e të riut nga Hasi, Astrid Temaj, i cili ka 10 vite që rezultoni zhdukur dhe kontaktin e fundit e ka pasur nga Malizi dhe nuk dihet më pas se çfarë ndodhi me fatin e tij, ku pas pak me mua në live nga Rumania do të jetë vllai i tij, Dyli Temaj, i cili do rrëfej historinë e zhdukjes së vllait, por padyshim do të na japi dhe detaje që ai i di. Por për rastin e Robert Hoxhës ka udhëtuar nga Elbasani nëna e tij, Mefa Hoxha, dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Adeta. Të falenderoj që të kam sot në studio. Do të jemi të dyja së bashkur për minuta të tëra, sepse ne historinë e Robertit e kemi trajtuar dhe fatkeqësisht nuk kam pritur ndonjë informacion, por sot ne e sjellim në fokus sepse në familjen tuaj kam pritur një informacion i rëndësishëm dhe ka ndezur një dritë jeshile tek ju. Shu shpresojmë, inshallah. Vetëm pas pak, do ma tregosh të gjithë informacion me shpresën që gjithë ata që janë duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim mund të na ndihmojnë me më shumë informacione dhe për të arritur në gjurmët e djalit tuaj që në atë kohë ishte vetëm një adoleshent, diku 16 për 17 vjeç ka qenë. Dhe sot i bie të jetë plot 47 vjeç. 31 vite që një nën qan loton dhe e pret. Vetëm një Zot e di. E vështirë për një nën. Vetëm një Zot dhe një nën që ka fëmin. Arrin ta kuptoj dhimbjen tuaj. Dhimbjen time ka qenë madhe. Dhe është e kuptueshme në fakt, zonja Mefe, që të kesh një fëmijë të humbur, të kalojnë muaj, vite të tëra dhe mos të marrësh asnjë shenjë jete, mos të marrësh një telefonat, një informacion, një gjurmë, të dish çfarë ndodhi me fatin e tij, është një tmerr që ju e përjetoni çdo ditë në familjen tuaj dhe e besoj dhe e mirë kuptoj fare mirë edhe gjendjen tuaj emocionale ditën e sotme në këtë studio. Familjen tonë ka kaq vjet që vetëm lot. Për Robertin. Për Robertin, sepse nuk dim. Se si kjo, po të pak të marrim një llafe. Nësë erdhi tha një kështu së dimim në... Por, qetësohu, ne do të jemi të dyja së bashku, do e risillim në fokus këtë histori, do t'japim detaj, një histori vërtet le të themi misterioze e një të riu që nuk i ndodhi asgjë rrugën që ai përshkroi në këmbë në vitin 1995, ai mbriti shëndoshe mirë të themi në Greqi, telefonoi familjen, fliste rregullisht 7 muaj me familjarët e tij në Elbasan, më pas telefoni u ndërprer dhe nuk dihet çfarë ndodhi me fatin e tij dhe pse ka mbritur një informacion që ai është shëndoshe mirë dhe ndodhet diku në shtetin grek, por pas pak do diskutojmë këtë histori dhe me lejen tuaj e dashur Mefa, do të lidhem me Rumaninë, është një zotëri tjetër që ka humbur vllain, zoti Dyli Temaj, i cili ka kërkuar ndihmën e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë për të prezantuar ditën e sotme në këtë transmetim live historinë e vllait të tij, Astrid Temaj, një 32 vjeçar sot, sepse kur humbi ishte vetëm 22 vjeç, nga Hasi që humbi çdo lloj kontakti me familjen dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Unë dua të prezantoj një material që kolegja ime Klaudia ka përgatitur për zhdukjen e Astrid Temaj dhe rikthehemi për të shkuar live në Rumani, atje ku është duke na pritur vllai i tij, zoti Dyli Temaj. Prej më shumë se 9 vitesh, familja Temaj jeton me ankthin e mungesës së një përgjigjeje
Dyli Temaj kërkon vëllain e tij Astrid Temaj, 32 vjeç nga Hasi, i cili që prej datës 12 tetor 2016 ka humbur çdo kontakt me familjarët. Astrid jetonte në Prizren me familjen e tij, ndërsa për punë udhëtonte shpesh drejt Sarajevës, në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku punonte si furrtar. Ditën e zhdukjes, ai kishte qenë deri në orën 17:00 së bashku me vëllain e tij Dylin. Pas asaj ore, Astrid u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Sipas informacioneve që familja ka arritur të sigurojë, policia ka deklaruar se Astridi ka kaluar kufirin drejt malit të Zi. Megjithatë, pas këtij lajmi, asnjë dhënë tjetër nuk ka arritur më tej për lëvizjet e tij. Mëngjesin e 13 tetorit, rreth orës 7 të mëngjesit, Dyli tentoi ta kontaktonte vëllain në telefon. Thirrja u hap, por nga ana tjetër nuk u dëgjua asnjë zë. Pas 72 orësh, telefoni i Astridit u mbyll përfundimisht. Që prej asaj dite familja Temaj vijon kërkimet, duke shpresuar se çdo informacion, sado i vogël mund të çojë drejt së vërtetës dhe ribashkimit me Astridin. Kjo është historia e humbjes të riut nga Hasi dashurmiq, i cili humbi kontaktet me familjen e tij tetorin e vitit 2016 dhe prej atij muaji, prej atij viti, familja Temaj nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ishte vetëm 22 vjeç e theksoi, kanë kaluar plot 10 vite që familja është ende në kërkim, por nuk ka gjetur dhe nuk ka zbuluar asnjë informacion për të riun nga Hasi, dhe nëse ai është shëndoshë mirë, ndodhet diku, dua ta theksoj, Astrid Temaj është plot 32 vjeç. Në një lidhje direkte nga Rumania kam vllain e tij Dyli Temaj dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje Dyli dhe mirë se erdhe për herë të parë nëpërmjet kësaj lidhje në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë se e gjeta. Ditën e sotme ne po trajtojmë historinë e vllait tuaj, është hera e parë që e sjellim këtë histori, këtë humbje të këtij të riu nga Hasi dhe dua të dëgjoj ditën e sotme si keni humbur ju kontaktet me vllain tuaj. Së pari një dua të të më kasë të emision. Dhe ato në gabim në datën e lidhjes së vllait, ai ishte ka përgjesh me kohën e vendit. Dhe tani ka plot 33 vjeç. Ai ku jetonte momenti që ka humbur kontaktet me ju? Ai jetonte deri në vitin 2007, kjo jetonte në familje, me mua, me nënën. Në çfarë vendi? Në çfarë vendi i dashur Dyli? Shtati Kushten, komunën e Prizrenit. Në komunën e Prizrenit. Pra, ju jeni nga Hasi me origjinë? Po. Jeni shqiptar të Shqipërisë, por ishit zhvendosur dhe jetonit në Prizren? Jo, ne jemi shqiptar të Kosovës, po jemi të zhvendosur shumë paraluse në këtohet asnjë. E qartë, e kundërta, e asaj që unë thash. Atëre, ju kujtohet, edhe pse ka kaluar një kohë shumë e gjatë, janë 10 vite që kanë kaluar nga humbja e vllajt dhe ndoshta shumë detaje nuk mund të mbahen mend në familje, por ju na keni dërguar një mesazh dhe unë e kam lexuar atë mesazhin tuaj në numrin ton të WhatsAppit dhe dua që ditën e sotme të më tregosh atë ditë që ai u largua, çfarë komunikoi në familje. Ka ndërprerje, nuk po të bëj. Më dëgjoni? Tani po. Atëherë mund të më tregoni atë ditë që ai u largua, çfarë ju komunikoi në familje? Astridi ka dalë nga shtëpia në datën 10 tetor 2016, Po. së bashku me babain e tij. Ka udhëtuar nga mali i Zi për në Bosnjë. Pra ka qenë një udhëtim së bashku me babain. Po. Me datën 11 kanë mbërritur në Sarajevo, shumë mirë. Dhe me datën atë natë kam nejtë me vllain deri në orën parafërsisht 5 në mbrëmje, sepse unë isha duke punuar. Dhe unë kam fjetur dhe ma vonë kur jam zgjuar ai nuk ishte aty. Sipas babait ai kishte dalë në kafë me ta, çka ka ndodhur ma vonë nuk e di vetë. Sipas disa informatave të policisë malazeze, që i ka kontaktuar babai, ai e ka thyer kufirin e Bosnjës me malin e Zi. Pra, Dhe nga mali i Zi, le të themi që
Gjurmët e fundit të tij, Dyli, sipas sistemit Teams që ju keni arritur të zbuloni nga policia, ai ka hyrë në Malin e Zi. Po? Dhe nga Mali e Zi nuk ka dalë, domethënë sipas policisë, se Mali e Zi, telefonata ati kalojnë gjurmën e një këshiq, herë në fundin. Informacione që i keni marrë zyrtarisht nga policia. Po, sipas babait, ai ka kontaktuar me policinë më shumë. Por, le të themi që babai ka qenë personi i fundit që ka pasur kontakti fizik me vllajën tuaj me Astritin. Astriti i kishte treguar diçka babait që do shkëputej, do udhëtonte drejt Malit të Zi? Jo, as mu nuk ka thonë për gjë, domethënë ma kështu, ma qartë, më di diçka jo. Deri në çat moment, unë mbaj përgjegjësi se Astriti ka qenë djalë shumë i mirë, djalë punëtor, ka punu si furtar. Prej ati momenti, çfarë ka bërë, çfarë ka ndodhur, nuk e di. Ju vetë si familjar, për gjatë tyre 10 viteve që keni bërë kërkime, çfarë dyshoni? A kishte një arsye, një motiv që ai të largohej në këtë lloj forme dhe mos kontaktonte më me familjen? Jo, s'ka pas. Probleme me familjar nuk ka pas. S'ka pas arsye që të largohet nga familja. Ai nuk ka qenë djalë që mund ta bëjë t'ia kthej shpinën familjes, vetëm sipas meje ka ndodhur diçka çka s'mundet s'podia që më thonë që ka mujtë me ndodhë me thonë, sepse ai s'ka mujtë, dhe më thonë, nëse ai ka kontakt me telefon ose me internet, ai s'ka mundësi mos me kontaktu familje. E qartë, nuk e besoni që ai mund të ketë një motiv me familjen e tij që të largohet në këtë lloj forme dhe mos kontaktoj me askënd. Por ju keni bërë verifikime edhe në Malin e Zi, i dashur Dyli, nëpërmjet policisë. Policia besoj ka verifikuar edhe në burgjet e këtij vendi, gjithnjëse mendja të shkon dhe për keq. Ndoshta ka ndodhur diçka, mund të ketë përfunduar në burg. I keni bërë këto verifikime? Po, policia i ka bërë sipas babait. Dhe ky ishte edhe një kohë në Interpol, po tani, kur po bëj verifikim, s'po ma qef, nuk po mujt ta gjej. A e kanë hjek nga Interpoli, apo e kanë hjek vetëm nga pasqyra e jashtme, mos mu, po nuk e di veç, nuk po mujt ta gjej. E qartë, më lejo dhe njerë t'jap të dhënat e vllajt tuaj, duke ditur që pa gjurmë ndiqe dhe uroj dhe shpresoj që të ndiqemi në Malin e Zi, aty ku janë gjurmët e fundit të vllajt tuaj, me shpresën që shqiptarë që na ndjekin nga Mali i Zi mund ta kenë njohur apo mund ta njohin vllajin tuaj Astrid Tema, mund të na ndihmojnë me informacione. Ditën e sotme dashur miq, në këtë transmetim direkt jemi në kërkim të një 32 vjeçari, një shqiptari nga Kosova, por që ka lindur në Has. Ai quhet Astrid Temaj, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij, konkretisht në 12 tetor të vitit 2016 nga Mali i Zi. Gjurmët e tij të fundit janë pikërisht në Malin e Zi, më pas nuk dihet drejtimi, ngelet i paditur dhe familja nuk ka as informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Astrid Temaj. Fotot të cilat po shikoni në ekranin e Report TV janë foto që ne ka vënë dispozicion familja Temaj, vllai i tij Dyli, i cili është në këtë lidhje direkte me mua nga Rumania. Foto që janë realizuar sigurisht përpara shumë viteve, përpara 10 viteve, përpara se ai të humbiste dhe ka qenë diku rreth 21 apo 22 vjeç në këto foto që po shikoni. Sot kanë kaluar 10 vite dhe ai bie të jetë plot 32 vjeç. I dashur Dyli, në këto 10 vite humbje, qoftë dhe në kuadrin e thashethemeve, a kanë mbritur informacione në familjen tuaj se është parë këtu, është para tije, apo dyshohet se ndodhet këtu? Po, ka pas shumë thashetheme, ka pas thashetheme se ai ndodhet në burg. Kur kanë pyet një personin i cili ka thonë unë s'kam thënë, por janë bërë thashetheme në emrin tim. Ka pas thashetheme se ai është arrestuar nga policia malaveze, edhe këto ka ndodhur vërteta, ka shumë thashetheme, por kur gjë konkretisht e saktë. Nuk keni. Që ne familjet në ndihmojnë. Pra, le të themi ato pak informacione që kanë mbritur në familjen tuaj për gjatë këtyre 10 viteve është se dyshohet se ai mund të jetë në një burg në Malin e Zi. Por unë të pyeta pak më parë, a keni marrë ju një përgjigje zyrtare nga policia e këtij shteti? Është bërë verifikim në të gjitha burgjet e këtij vendi që ndodhet Astrid Temaj apo jo? Keni një përgjigje zyrtare? Po, sipas babait ka marrë përgjigje se nuk ndodhet në burg. Në asnjë burg. Që do të thotë
E qartë, do të thotë që të gjitha këto informacione bien poshtë, përderisa keni marrë një përgjigje zyrtare edhe nga policia. I dashur Dyli, por kur them ju e kam fjalën për të gjithë familjen tuaj, çfarë dyshoni? Mund t'i ndodhur diçka e keqe në Malin e Zi, se në burg nuk është, e keni verifikuar, ndoshta ka nisur një jetë të re dhe nuk do ai të kontaktojë me ju vetë çfarë dyshoni? Nuk e di, unë mund të shoh që ai ka bërë diçka, edhe i ka ndodhur diçka, por atë prap mund të them se nuk mund të them sepse ai deri në atë moment nuk ishte as i pa djalë, dhe ishte djalë punëtor, djalë i zgjuar, por zgjisht them, sipas me studi. Nëse ai do të dëgjonte, çfarë do i thoshe ti si vlla? Nëse do më dëgjona, do e thoja që t'i lejmërohet familjes sa më shpejt, që ta di unë, nëna dhe gjithë familja se aja shëndosh dhe mirë, kaq. Nëse aja ka filluar një jetë të re, aja është diçka tjetër. Vetëm duhet të di që është mirë, është shëndosh, kaq ti familje. Dhe unë ta uroj me zemër që ai të ketë nisur një jetë të re, të na dëgjoj, të përgjigjet mesazhit tuaj dhe të lidhet me ju. I dashur Dyli, ne e prezantuam për herë të parë historinë e vllait tuaj, uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të vinë një informacion, ndonjë lajm, ne do të vazhdojmë dhe në ditët në vijim kërkimet për vllain tuaj, kështu që do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë dhe përshëndes. Mirë, me historinë e Astrid Temaj dashur miq, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar tek një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live për të vazhduar misionin ton me një tjetër histori, me një tjetër humbje me Robert Hoxhën nga Elbasani, vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku në këtë pjesë do të flasim për zhdukjen e Robert Hoxhës, një i ri në vitin 1995, një 16 vjeçar, një adoleshent i cili u nis me plot ëndra drejt shtetit grek dhe mbriti shëndoshe mirë, ku telefonoi familjen dhe mbajti kontakte të rregullta për afërsisht 7 muaj. Më pas telefonatat u shkëputën dhe prej asaj kohe, konkretisht prej gushtit të vitit 1996, familja Hoxha nga Elbasani nuk ka asnjë informacion për Robertin. Kaluan muaj, kaluan vite dhe sot janë mbushur plot 31 vite që kjo familje nuk ka mësuar asgjë për fatin e tij. Ne risillim sot në fokus historinë e Robert Hoxhës, është nëna e tij zonja Metha me mua në studio pasi ka mbritur një informacion shumë i rëndësishëm ku ka ndezur një dritë jeshile, ka ndezur shpresën në familjen Hoxha dhe urojmë që të jetë lajm i vërtet. Por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dhe nuk e njohin historinë e Robert Hoxhës, gazetarja ime Ersela ka përgatitur një kronik për humbjen e tij, e ndjekim dhe rikthehemi. Robert Hoxha zhduket në mënyrë misterioze nga kavalla e Greqisë kur ishte vetëm 17 vjeç, ishte muaj i shkurt i vitit 1995, kur Roberti me origjinë nga Shtepajni i Elbasanit, vetëm një adoleshent aso kohe, i gjetur në kushte të vështira jetese, merr vendimin të emigrojë drejt shtetit grek, ku destinacioni ishte kavalla. Ai mbërriti shëndoshe mirë dhe për 7 muaj me radhë, ai ruajti kontakte të rregullta telefonike me familjarët, madje i shprehej se çdo gjë po shkonte më së miri, punonte në ndërtim dhe si djali i madh i familjes do të dërgonte të ardhura edhe për 2 vëllezërit e tij dhe motrën më të vogël. Por ishte gushti po ati viti, kur për ta do të niste një kalvari gjatë vuajtjesh, pasi në telefonatën e fundit që Roberti kishte bërë në një librari ku punonte jati, por ai nuk ishte mundur të bisedonte dot me babain, pasi ky i fundit nuk ishte qenë prezent, që nga ajo kohë deri më tani, kur kanë kaluar plot 31 vite, nuk ekziston asnjë gjurmë për Robertin, i cili sot rezulton të jetë 47 vjeç. Pamundësia ekonomike, ndoshta edhe nga neglizhenca e prindërve, Roberti nuk mundi të aplikonte dot për mjet identifikimi. 31 vite angë dhe trishtim, ku edhe pse lotët janë tharë, nëna e këtij 47 vjeçari bëri në studion e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën se një ditë ai do të kthehet sërish në krahët e saj. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, kjo është historia e Robert Hoxhës, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. E dashur Metha, e dëgjuam dhe historinë dhe po shikoje fotot. Sa vjeç ka qenë këtu? Shumë i vogël. 5 vjeç. 5 vjeç. Këtu ka qenë 7.
Jeni ju, bashkëshorti, Roberti dhe në krah vajza? Vllai, Vllai, është djali tjetër. djali tjetër. Këtu ishte 8 vjeç. Klas 2. Janë të vetmet kujtime që të kam betë Këto janë kujtimet e vetme. të Robertit. Dhe sigurisht që të ka marrë malli. Vetëm një Zot të di. Shpresat i kam ke ju dhe ke Zoti, s'kam ku bazohem më. Shikoj portën apo lëviz apo jo. E dashur me tha, unë dua që ditën e sotme, ti përpara disa ditëve, na kishe telefonuar, por ne kemi qenë në transmetim live dhe askush nuk ishte përgjigjur asaj thirrjes tuaj. Dhe ti na kishe dërguar një mesazh. Dhe unë e lexova atë mesazh që Odeta më merr në telefon se kam britur një informacion për Robertin dhe u gëzuam të gjithë, sepse kur ne trajtojmë histori të personave të humbur që flasim para viteve 2000 dhe sidomos historia e djalit tuaj që ka ndodhur përpara 31 viteve dhe konkretisht në 1995, janë histori të vështira dhe informacionet për të qenë real dhe të vërtet janë shumë të vakta në programin ton. Dhe kur vjen një informacion për këtë histori të gjithë gëzohemi dhe na duket ndonjëherë pa besueshme që ra telefoni dhe dikush na dha një informacion për këtë person. Por këtë herë nuk ra zilja jon në zyrën tonë, në studion tonë, por le të themi erdhi tek ju informacioni. Dhe unë dua që ditën e sotme të dëgjoj me vëmendje çfarë informacioni ke marrë për djalin. Ishte ditë e diel, në orën 9 të mëngjesit. Po, Erdhi një person dhe kapi tim shoqin për krau këtu, që ndoni se kam një llafe. kur themi ditë e diel bëhet fjalë tani afër, Tani dielin që shkoj. të dielën që lan pas. Po. Po. Qëndrum të dy, tha unë dhe ju them një fjalë, tha. Isha në Kretë, tha, në Iraklit Kretës, Po. dhe aty po kalon të një djalë, tha, bjond, dhe kishte edhe një fëmijë 5 vjeç për dore. Ai ishte djali juaj, tha. Po ku i njoh e ti, thash unë e burri. Ai ngjan të tërë vllai tjetër, tha. Pastaj unë kisha motrën aty, tha, isha me motrën, tha, sa po i thash motrës, ky djali është na Shtëpanj i humbur. Nga fshati Shtëpanj, I humbur. po, i Elbasan. Edhe ai pastaj u ngrit iku, unë nuk i bëra dot foto, tha, se mori fëmijën se u rrëzu fëmia, tha, edhe iku. I me nësi të themi, Ky person që ju ndaloj, ju dhe bashkëshortin dhe ju tregoj se në Kret, në këtë ishull të Greqisë, kishte parë një person që i kishte ngjarë shumë, kishte ngjashmëri me familjen tuaj dhe dyshon që mund të jetë Roberti. Ju e njihni? A e dinte histori që e dinte, si se është dinte. bashkëfshatari juaj, le të themi që Po është një fshat më poshtë. pak rëndësi ka, jeni brenda një zone, ai e një histori që ju keni një djalë të humbur. Dhe ai çfarë viti e kishte parë? E kishte parë para 2 javë. Kishte qenë në Greqi. Bëhet fjalë për dhjetorin Po. e vitit që lan pas, 2025. për festat e fund vitit. Po, atje kishte qenë. Edhe tha, e pashta ku erdha, me kam 2 ditë që kam marrë, tha, thashta do ju them kështu. Ai kishte një ngjashmëri të madhe sipas ti? Po, Por ai nuk mundi dot që të fliste dhe të komunikonte. iku, tha. Mori djalin e vogël se u rrëzu, tha, e ngriti, tha, në përdore, tha, dhe iku, tha. Po pse si bëri foto dhe nga mrapa, thash unë të paktën. Por do arrije ta njihje me një foto nëse do ta vinte I dispozicion dikush. tham pastaj çfarë veni e pe, në Iraklit Kretës, tha, po Lagja, Rrugica, e kuptoj, për të marrë një adresë të saktë ku e kishte parë. kështu na tha, i me sa është e vërtetë se s'është në shumë fjalë, edhe më përpara vinu, po në Iraklit Kretës kanë ardhur shumë Po, drejtime. më kujtohet shumë mirë historia e Roberti, se kam trajtuar dhe të gjitha informacionet që kanë ardhur ndër vite për Robert Hoxhën, bëhet fjalë pikërisht për Kretën. Pra që dyshohet që ai është parë në Kretë. Dhe flasim dhe për 2026-ën, vjen po i njëjti informacion, po nga një bashkëfshatar juaj që ai është parë në ishullin e Kretës. E besoni se ndoshta mund të jetojë aty? Po shpirti im ashtu thotë, që është gjallë, unë nuk e paramendoj kur që ai të mos jetë. Po si e ka hallin, as nëse dim. Arsye që ai të ikte në ne edhe të mos njoftonte nuk ka në këtë familje. Jo se të them unë, po pyet kush të dush. Ne kemi qenë dhe jemi një familje që shikojmë hallat tona. Ai nuk ka pas, baba i ti e kishte mu si shok, jo si baba. I të shumë me fa,
e ke menduar që për shkak të moshës, një 17 vjeçar i vetëm në emigracion, i ri, harron të kthej kokën pas, dhe kjo mua më ka ndodhur shpeshherë në studion e Mësonit pa gjurmë, edhe persona më të mëdhenj në moshë, që kanë ikur në emigracion, kanë fikur telefonin dhe nuk janë kujtuar më të kthejnë kokën pas. Ne urojmë që ai të jetë gjallë mbi të gjitha dhe të jetë vërtet Vetëm të jetë gjallë, atë dua. i saktë informacioni që është në këtë ishull, në Kret, por e mendojnë që ndoshta për shkak të shumë viteve mund të jetë ftohur dhe se ka më atë dashurinë që ka pasur. Po, dhe ajo mund të jetë, se i thonë 30 ca vite. Ajo mund të jetë, se adoleshent që I vogël. i vogël. Pastaj u shkëputën lidhjet. 2-3 herë, si që kam thënë edhe herë të tjera, ai ka njoftuar në radio televizion, që kam humb lidhjet me babin. Dhe ai ka tentuar që të ketë kontakte me ju, po s'ka mundur dot për shkak se u humbi telefoni, dhe flasim për vitin 1995-96, ku shqiptarët nuk kishin një aparat celulari personal, apo qoftë dhe një aparat telefoni në shtëpinë e tyre. Ne flisnim vetëm komun. Te posta. Ashtu kanë folur të gjithë në ato vite. Ne vajtëm, ai dha një numër tjetër. Nuk arritëm konim, i tha postierës, unë du të flas me babin. Kjo na ka ngel peng, që sa të vdesin nuk do na dali. Postierja i thot, babi nuk është tu, se i punon të në librari, si që ta kam thënë, dhe dërzon të lek çdo ditë. I thot, nuk është tu, po ti më thuj më jep mua numrin tjetër që do japësh, edhe kur të vi babi, jo se do ta marr prap babin. E bëri 1-2 herë këta i qëllon të atje dërzon të ato, pastaj nuk mori më. Pra, djali tentoi 2 herë që të lidhesh me ju, por nuk mundi do të lidhesh dhe kështu ju shkëputët kontaktet. U shkëputëm pastaj. E dashur Mefa, do qëndrojmë të dyja sërish bashkë në studio me shpresën për të pritur që edhe zilja e telefonit do bie në studion e emisionit pa gjumë për Robert Hoxhën, por më lejo të bëj një shkëputje në këto momente për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe po flasim ditën e sotme për humbjen e Robert Hoxhës, një 47 vjeçar nga Elbasani që ka humbur kontaktet me familjen që prej gushtit të vitit 1995. Regjia do na ndihmoj me foton dhe pasaportën e tij, një foto kur ai ka qenë fëmijë dhe realisht imazhi i tij ka ndryshuar pasi ka kaluar plot 31 vite dhe nëse është shëndoshë mirë dhe ndodhet diku i bie të jetë plot 47 vjeç Robert Hoxha, ku informacionet e fundit që kanë mbritur në familjen Hoxha dyshohet se ai jeton në Kret të Greqisë, ku ka krijuar familjen e tij, prej vitesh ka jetuar në këtë ishull, dhe ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Kret, kushdo që mund ta njohë Robert Hoxhën apo ndoshta e njohin historinë e tij, pasi nga historitë ne dim që shqiptarët në Greqi, emigrant prej vitesh, mund të kenë ndryshuar edhe emrin për shkak të fesë, ai ndoshta sot mban një emër tjetër i pajisur me dokumenta, apo dhe mund të ketë arritur të marrë në shtetësi greke, nuk dihet kjo histori, por kushdo që e njeh është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, ku vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashur miq, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut pa gjurmë Report TV. E dashur Mefa, ai tentoi, më thej, që të lidhesh me ju, por ju nuk mundë dot, pra babai ti nuk mundi dot që ti ishte tek telefoni, aty tek komuna që ti përgjigjej të birit dhe humbën kontaktet që prej gushtit të vitit 1995. Jo, 96. 96-ën, jo 95-ën. 95-ën folëm, 96-ën, sa i ikun 5 shkurt të 95-ës edhe folëm nëve. Deri në gusht? Deri në gusht. Pastaj 95-ën e i mori, 96-ën unë ndëprem fare. Kontaktet. Për gjatë kësaj kohe, se keni folur për gjatë, le të themi, afro një viti. Po. Më shumë se 7 muaj pas keni folur me djalin. Çfarë ai në atë kohë ka qenë në Kavalla. Në Kavalla të Greqisë. Kavalla të Greqisë. Të Greqisë. Ju kishte shprehur dëshirën që do largohej nga ai vend, apo çfarë ju kishte treguar? Nuk na kishte thënë asgjë, dhe nuk dim asgjë për këtë. Por ju kishte treguar se me kë jetonte, ku punonte? Po punoi këtu, thoshte fleke i grek. Kishte një pronar grek ku edhe punonte edhe flinte. Punonte ke i tjetër, flinte ke i tjetër. Kështu na thoshte. I vetëm kishte shqiptar të tjerë? Ai 2 muaj që me një shok që këtej. Po nga zona juaj? Po nga zona jonë, ai shoku erdhi, ai nejti atje, punonte. Por shoku që erdhi, le të themi, nuk ju dha informacione sepse ai nuk ishte i humbur dhe ju kishit kontakte me djalin. Po ne kishim kontakte me. Nuk ishte nevoja për ta pyetur, por ai nuk e kishte shprehur dëshirën që do largohesh nga ky vend i Greqisë për një punë më të mirë. Nes na kishte thënë asgjë, kështu që nuk dim gjë. Se po të kishte thënë
Nuk i ka thënë. Ishte shprehur ndonjëherë shqetësime? S'na pa thënë gjë, se qarë kishte në shpirt pu e dim në të zëst. Na i në telefon në mirë të çdo çumë. Shtumë për shtumë fliste. Çdo fundjavë ju telefononte. Flistim. Ishe lënë një orar dhe vinim në atje dhe Te flistim. posta dhe flisnit me djalin. Ti vetë Sinan, duke ditur që në një farë mënyrë edhe je lumturuar nga informacioni që ke marrë që djali mund të jetë shëndoshë mirë, jeton në Kret, me një fëmijë të vogël që t'jep idenë që është martuar, është bërë baba. Çfarë dyshon? Pse ai do ta bënte këtë gjë që të rrinte plot 31 vite pa kontaktuar? Unë nuk dyshoj asgjë, them vetëm këtë. Mos i ngeli hatri që mori 2-3 edhe në sulidhëm dot. Ai më vonë mori ke radio televizionin të bashkëdhetar. Po, ka qenë një emision ato vite. Dhe aty e dëgjojnë 2 motrat. Këto ishin të vogla gocat. E ndëgjojnë dhe 2-3 fshatar, erdhën na thanë neve. Erdhëm ne na puna gocat. Ne foli vllajta kërkojnë, dhe këto si të vogla kishin, njëra ishte 7, njëra ishte 5. Nuk e kishin marrë numrin që kishte thënë ai. Kam humbur lidhet me babi dhe me mamin. Kam këtë numër telefoni. Këto se murën. Ditën e dytë erdhi burri këtu. Numrin nuk e gjeti. Nuk arriti do ta gjente. Nuk arriti. Dhe ju dyshoni si nën se mos i ka ngelur hatri që nuk ju përgjigjet në telefon? Për këtë, po gjë tjetër ne nuk kemi. Asnjë gjë. Kemi folë shumë mirë, ikum. Na tha, kur iku, nuk iku se pati ike 2 herë pa thonë iqim qefra, këtë herë iku, na tha dhe iki, dhe iku. E përcolli veti jati dhe aty e pojke me shokun. Nuk dim si të thejmë dhe nuk dim, vetëm një zotë di këtë. Dashur me tha, e kuptoj dhimbjen tuaj dhe uroj që ai të jetë gjallë, të jetë në Iraklio, prandaj jemi të dyja në këtë studio me shpresën që ai mund ta dëgjojë dhe mund të marrë guximi të thyej atë akull, të thyej atë heshtje prej vitesh dhe të flasi me ju. Do qëndrojmë të dyja sepse dua që ta mbyllim me një mesazh që do përcjellësh ditën e sotme, por më lejo të bëj dhe shkëputjen e fundit për live-in e këtij transmetimi. Do të kalojmë te Prostatoli, dashur miq, një këshill mjekësore destinuar, le të themi, ky suplement vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio, dashur miq, dhe jemi në këto minutat e fundit për transmetimin e ditën e sotme. E dashur Mefa, nëse Roberti do të dëgjonte, në shpresën që ai vërtet jeton atje në atë ishull në Kret të Greqisë, unë dua që ti përcjellësh një mesazh. Do Zoti që të më dëgjoj. Do t'i them vetëm kaq. Robert, thuj mamit se jam gjallë dhe nuk dua asnjë gjë tjetër. Si do që ti ketë në thjeta, mami do t'i gjinë deri sa të kem frymën e fundit, unë do ta kërkoj. Nuk dua asnjë gjë, ai vetëm të më thoj jam gjallë. Dhe kush të ngjojnë atë gjithë bashkëdhetarët që ka nëndë mendojnë që për nënën e vetë, që kësaj nënë ka 31 vjet vetëm loton. Dhe lotë e mirë nuk do shterin derisa unë t'ikin a këtë se më vëmë zemra për ta. Dhe nuk mora vesh një fjalë. Çfarë ndodhi me jetën e tij? Me jetën e tij. Kush të ngjoj dhe kujt i vi keq, sikur një nonët vet, kush ta di për jetën e tij, pos nuk na thanë do të vit, thoj këtu në Report TV. Të gjitha informacionet që do mbrinë, dashur Mefa, unë të premtoj që ne do t'ju telefonojmë dhe uroj që të marrim lajme të mira dhe uroj që ai të jetë gjallë. Do mbetemi bashkë në kontakt, të premtoj që pasaportën e tij do e nxjerr edhe në ditët në vazhdim për të vazhduar kërkimet, pasi është ndezur kjo dritë jeshile dhe lutemi që të jetë i vërtet lajmi që ai jeton në Kret të Greqisë. Të falenderoj që të pata sot në studio. Falenderoj dhe unë ju, ty si gazetarë dhe gjithë stafin tënd të mrekullueshëm, dhe Zoti ju rujt dhe Zoti ja pruftmarr. Faleminderit. Mirë, dashur miq, me historinë e Robert Hoxhës ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër me një tjetër histori. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.